opozita e deri djeshme, zoti Memli Krasniqi, zoti Lumir Abdigjiku e qartë LDK s'po voton fare, ndërkohë që Aleanca për Armërinë e Kosovës ka dhënë 2 emra tjerë. Po thotë, nëse doni është bllokim të procesit, i ka përmendur 2 emra tjerë, Shqipe Selimin dhe zonën Saranda Bogujevci. Gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës, po thotë, nëse i ka numrat, votojeni, zhbllokot procesi. Pra, në publik, diskursi që opozita e deri djeshme ka faj për bllokim, ju po t'i kishe 61 vota, i shkry kjo punë. Pra, i shkry. Shumë të tjerë po thonë që zoti Kurti nuk i ka votat për qeverinë e Kosovës dhe prandaj është blokuar këtë procesi. Ata që thonë kështu, let na mundsojnë që të vinë te ajo situatë. Ani boni jo, pra. Po e kemi të pamundshme që të vinë tek qeveria pa e kaluar konstituimin. Sepse për momentin, për momentin e kemi parë që nuk i kemi 61 numra në kuvendin e Republikës së Kosovës. Por nëse duan të na aprovojnë edhe tek ajo pjesë, atë le ta konstituojmë kuvendin e Republikës së Kosovës dhe dalim te pjesa tjetër, pra për qeverinë. Ajo çfarë dua të shtoj te këto propozimet e në këtë rast AK-s, sepse AK-ja ka përmend emra të përveçëm. Duhet me kuptu. AK-ja e ka të drejtë me bë propozime veç kur del partia e parë. Vetëm kur del partia e parë, e kanë të drejtën me bë propozimin me emrin e përveçëm të kandidatit për kryetar të vendit. Pra, unifikimi për me kalu. Nuk është përgjegjësi e tyre. Nuk është përgjegjësi e tyre. Ajo çfarë dua të shtoj këtu është që asnjëherë gjatë mandatit tim si deputete e Kuvendit të Republikës Kosovës, as unë as vetëvendosje, nuk kemi ndërmarrë veprime të cilat e kanë dëmtuar Republikën e Kosovës dhe i kanë dëmtuar interesat e qytetarëve. Për këtë jemi krenar. Por nuk mund, si me thënë, të bëjnë deklarime të tilla, të cilat nuk ju beso. Po që nëse i kthejmë veç pak në histori, lëvizja vetëvendosje, prej asaj që unë e kam përcjell në histori, kurse ka votuar asnjë kryetar të vendit. Sepse ka pas koalicion. Po mirë dhe. Nuk kanë pas nevojë për votat e lëvizjes vetëvendosje. Por nuk ka qenë faktor unifikues nëse është procedurale. Po kemi qenë opozit. Por nuk kanë pas nevojë për votat e lëvizjes vetëvendosje sepse kanë pas shumicën. Si faktor që atë para publikut, po del ju po kërkoni tash unifikim, ju po kërkoni me kalu ngërçim, po s'ka qenë të kalu me zonë Haxhio. Ne kemi shumë të rëndësishme që ta konstituojmë kuvendin e Republikës së Kosovës.